Përshëndetje gjithë ju të shenjës së peshores. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do bëjmë parashikimin e muajit gusht edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një muaj sa më të mbarë të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e javës, videot e muajit, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Dhe ftoj të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin e tyre në këtë kanal të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Atëherë do fillojmë, do shohim se si do jetë ky muaj për ju. Atëherë kemi të bëjmë me energjitë shenjave të zjarit, energjitë shenjave të ajrit, por dhe energjitë shenjave të ujit. Ju mund të keni dhe ascendenten ose janë në këto shenja, por mund të keni të bëni dhe me persona të këtyre shenjave. Gjithsesi, ju shoh të vendosur në qëllimet tuaja, ndjeni shumë karizmatik, keni shumë pasion, do keni shumë pasion gjatë fillimit të javës parë, në lidhje, por i shoh dhe me qëllime në veten tuaj, në lidhje me një dashuri, në lidhje me shoqërinë, me kontrata të ndryshme, por dhe me negociata të ndryshme që dëshironi të keni gjatë mesit të javës. Ju i vendosni qëllime vetes, ndoshta në lidhje me pushimet, në lidhje me punën, me anën ekonomike, dhe shoh fillime të reja të menduara mirë. Por ndërkohë do keni dhe negociata në lidhje me kontratat ose në lidhje me një punë, mund të jenë negociata në lidhje me studimet tuaja, në lidhje me shëndetin për një pjesë tjetër, por dhe me dokumenta të ndryshme. Dhe në fund të javës, unë shoh që në fillim të javës si vendosni qëllime vetes, ndoshta për të hyrë në një njohje, do keni diskutime me këtë person dhe shoh që në fund të javës ky person vjen drejt jush, ka shumë emocione, është një person që është edhe një tip flertues, mund të them, por mund të jeni edhe ju që flertoni me dikë. Gjithsesi, në rastin tjetër shoh lajme të mira, një çlirim shpirtëror, lajme të mira në lidhje me negociata të ndryshme, në lidhje me kontrata, në lidhje me shoqërinë tuaj, por edhe me dokumenta të ndryshme që mund të keni, ndoshta jepni zgjidhje sepse shoh lajme të mira aty, por dhe në lidhje me studimet tuaja. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e dytë. Atëherë në javën e dytë keni të bëni me energjitë shenjave të tokës, energjinë e shenjës së demit dhe energjitë shenjave të ujit përsëri. Ju shoh shumë mirë, ju harrini të stabilizoni gjithçka në lidhje me një person, shoh një bashkëpunim me këtë person që mund ta njihni në momentin që të shkoni me pushime, ose është një njohje që vjen drejt jush dhe unë shikoj që ju do harrini të keni një bashkëpunim me këtë person. Do bashkëpunoni, do keni bisedime, diskutime me personin, por në mesin e javës do tërhiqeni dhe do ta mendoni këtë situatë në lidhje me këtë ofertë të re, në lidhje me dashurinë. Por shoh që në fund të javës do ndjeni shumë emocional, do jeni duke shprehur, ju vendosni që të shkoni dhe ju ose të keni emocione në lidhje me këtë person, ose ju do ndjeni emocione në lidhje me këtë person, por do merrni kohën tuaj sepse shoh që në mes në javës do mbylleni pak brenda vetes duke menduar se si të jepni drejtim kësaj dashurie. Ndërsa në lidhje me familjen, shoh që do jeni të bashkuar, ndoshta thash mund të jeni me pushime këtu. Një pjesë tjetër mund të jeni duke menduar në lidhje me një blerje, mund të jetë blerje shtëpie, blerje makine, ose investime, disa para që merrni për t'i shpenzuar, ndoshta edhe me pushime, sepse shoh që jeni duke menduar këtë gjë dhe ju shoh shumë entuziast në fund të javës, ju shoh të gëzuar, do ndjeni shumë mirë në lidhje me familjen tuaj. Për pjesën tjetër ka lidhje me blerje, mund të jenë blerje online, mund të jenë disa para që ju do t'i merrni dhe do jeni duke menduar se çfarë të bëni me këto para, si të jepni drejtim diçkaje,
por në fund të javës ju shoh që sikur çliroheni nga kjo mbyllje, sepse ju shoh që në energjinë e qendrës ju jeni të mbyllur në veten tuaj. Shkëputeni nga jeta sociale, nga rrjetet sociale dhe mendoni se si t'i jepni drejtim çështjeve dhe situatave të ndryshme që do keni. Ndoshta është një moment që ju do keni nevojë të rini me veten tuaj. Dhe fundi javës ju shoh më të çliruar, por ju shoh edhe me lajme të mira. Dhe vazhdojmë në javën e tretë. Atëherë në javën e tretë kemi të bëjmë me energjinë e karrocës, të gafores, energji të shenjave të ajrit dhe energji të shenjave të ujit përsëri. Në fillim të javës shoh do jeni në udhëtime, mund të jenë udhëtime për pushime, udhëtime për jashtë shtetit, ose nga një qytet në qytetin tjetër, mund të jenë udhëtime pune. Shoh që do të jepni drejtim emocioneve tuaja. Dhe një pjesë prej jush ju shoh që dëshironi të jepni drejtim sepse jeni duke kërkuar një dashuri, sepse një pjesë prej jush unë shoh që keni dhe në javën e parë dhe në javën e dytë njohje. Ndërsa në javën e tretë dikush prej jush shoh që ju mund të shkoni me pushime, jeni duke kërkuar një dashuri dhe aty ju shoh që ju ofrohet një kupë emocionale, një person, por ju jeni përqendruar ose do ta refuzoni, ose jeni përqendruar në një lloj trishtimi duke menduar se nuk mund të gjeni një person, por në shoh që një kupë nga universi ju vjen, një ofertë dashurie do ta keni. Ndërsa për pjesën tjetër do të jepni drejtim familjes, shoqërisë, do të jepni një drejtim më të mirë, flasim gjithmonë, punës tuaj, anës tuaj ekonomike, ju shoh që jeni në kërkim të gjërave, jeni gjatë gjithë kohës duke kërkuar, keni kërkesa, në lidhje me veten tuaj, në lidhje me një shtëpi, me një dashuri për pjesën tjetër, ose ju do kërkoni diçka nga fëmijët tuaj. Gjithsesi fundi javës ju shoh që jeni përqendruar në diçka, në një humbje mund të them, ose në humbje në një personi që mund të jetë një person që keni qenë në njohje dhe ju do ta kërkoni, e shoh këtë verë këtë person. Për pjesën tjetër, shoh që mund të jeni të përqendruar në humbjen e një pune, një humbje ekonomike, ose dështime të ndryshme që mund të keni pasur. Por gjithsesi, këtu ka këshilla dhe ju thonë që mirë është të lini gjërat të rrjedhin, të shikoni ofertat dhe mundësitë që ju jepen gjatë kësaj periudhe dhe mos u përqendroni te gjëra nga e kaluara në kuptimin që ju keni humbur. Dhe gjithsesi është një energji fantastike. Të shohim javën e katërt. Atëherë në javën e katërt ju shoh jemi te energjia e shenjave të tokës, energjia e shenjave të ajrit dhe energjia e shenjës së shijetarit. Ju shoh që në fillim të javës do jeni duke menduar seriozisht në lidhje me një dashuri. Disa prej ju shoh që mund të largoheni nga një njohje, nga një lidhje, ose nga një marrëdhënie në mesin e javës. Po të vëmre këtu, disa mund t'jenë edhe me fëmijë, shoh këtu me një fëmijë ose me fëmijë, por duket sikur po ju bëhet një padrejtësi. Ju bëhet një padrejtësi, jeni duke menduar seriozisht rreth një situate dhe unë shoh që largoheni për të marrë një drejtim më të mirë për vete. Dhe në fund të javës ju shoh që do jeni shumë të ndërgjegjshëm në lidhje me diçka, me disa tensione që mund të keni në njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, dhe kjo do t'ju bëjë që ju të filloni t'i lini mbrapa gjitha këto situata dhe t'i shikoni gjërat më pozitivisht. Ndërsa për pjesën tjetër, kjo ka lidhje me anën ekonomike, ju mendoni fort në lidhje me paratë tuaja. Aty mund të keni edhe disa diskutime të forta, mund të ketë kundërshime mendimesh edhe në familje në lidhje me pushimet për një pjesë prej jush. Ju jeni transparent ose të ndërgjegjshëm në lidhje me këto para ose me mundësitë ekonomike që keni. Dhe ju shoh që do filloni, edhe pse mund mos jenë gjërat shumë pozitive, ju do filloni të shikoni gjërat më pozitivisht. Në lidhje edhe me çështjen e shëndetit, çështjen e dokumentave, por dhe çështjen e studimeve. Për një pjesë prej ju shoh që është një energji femërore që do t'ju mbështesi, është një person i dashur për ju,
që mund të jetë një nëna juaj, motra juaj, ose ju mund të merrni këtë mbështetje nga fëmijët tuaj. Gjithsesi, është një muaj fantastik, sepse ju shoh me qëllime, me negociata të reja, lajme të mira, blerje të ndryshme, marrje parash, shpenzime për pushimet. Energjia e qendrës ju tregon që keni nevojë të qetësoni, të mendoni për t'i dhënë drejtim situatave, shoh njohje të reja gjatë gjithë muajit, javë parë, javë dytë, javë tretë, dhe ju shoh që në javën e tretë do të jepni drejtim gjithçkaje. Emocioneve, një dashurie që jeni në kërkim, thjesht dilni nga energjia e humbjes të një dashurie, humbjes së një pune, një humbje ekonomike, humbje kohe, nuk di merrni situatat si keni. Dhe java e fundit është një javë ku ju do keni disa tensione aty, do jeni duke menduar seriozisht, disa mund të largohen nga njofjet, lidhjet, ose mund të keni dhe fëmijë të largoheni, aty ndjeni që u bëhet një padrejtësi, ose ju mund të keni edhe disa tensione, por shoh që do largoheni, duke i lënë personat mbrapa. Dhe shoh që do jeni shumë transparent në lidhje me situatat e ndryshme që do keni gjatë këtij muaji, në fund të muajit, por kjo gjë do t'ju bëj prapë, edhe pse mund mos jenë shumë pozitive, do t'ju bëj që ju t'i shikoni gjërat më pozitivisht. Dhe marrim një mesazh nga angjëjt dhe shohim se çfarë ju thonë. Atëherë, kemi energjin, po e njëjta energji, kemi asin e shkopinjve, që është energji zjarri. Me këtë energji e filluam, domethënë është një energji shumë e fortë e fillimit të muajit në lidhje me ju, do keni një energji të jashtëzakonshme dhe qëllime në veten tuaj. Është diçka thotë që do vi këtë muaj, thotë diçka që ju intereson, është një ofertë, mund të jetë një ofertë dashurie, është diçka e re për ju, mund të jetë një ofertë pune, një mundësi për të shkuar me pushime diku që ju ndoshta se keni planifikuar, një kontratë e re, negociata të reja, por do ketë edhe zgjidhje në lidhje me karrierën tuaj. Ndryshoni, jeta juaj ndryshon tani dhe në vazhdim, thotë. Është një mesazh fantastik dhe një muaj shumë i mirë edhe në lidhje me ju. Ju përshëndes të gjithëve, mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e javës, videot e muajit, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Dhe ftoj të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin e tyre në këtë kanal të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Atëherë, ju uroj një muaj të mbarë, një mbazitë të këndshme dhe dëgjim të këndshëm të kësaj videoje.